nuk mund shkohet të zgjedhje pa konsultimin e organeve shtetërore. Sot ky takim më tepër ka shkuar rreth qasjeve dhe këndveshtrimeve të secilit si e shohin aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, ka marrë kohën më shumë. E më pak është folur për atë që besoj unë është tema kryesore. Krizat politike së kuptohet zgjidhen me marrëveshje politike. Takimi si takim për mendimin tim është gjë e mirë që ka ndodhur. Pres të ndodhin edhe takime tjera. Natyrisht një takim i parë gjithmonë është më i vështirë, derisa njihen pozicionet e forcave politike. Unë mundova që të jap kontributin tim për të kthyer në esencën e asaj që na zgjidhen dhe ato që presin qytetarët e Kosovës. I ftova gjithë drejtuesit aty që të fokusohemi në marrëveshje politike, e cila menjëherë zgjidh krizën. Aktgjykimi është aty ku është, e interpretojnë profesionistët, po edhe aktgjykimi na ka dhënë këtë udhëzim që duhet të bashkëbisedohet. Gjykata për një ka vendosur për çështjen e votimit më sheft. Partia e parë nuk e ka shumicën parlamentare. Asnjë rrugë alternativë tjetër nuk ka. Nuk mund shkohet të zgjedhje pa konsultimin e organeve shtetërore. Edhe herë ka konfirmuar gjykata kushtetuese.